Mirëmëngjesi për juve dhe për gjithë dëgjuesit e Radio Dugagjinit. Po lajmërohemi pra si qytet nga Mitrovica e Jugut, përkatësisht nga qendra kryesore e votimit në këtë komunë nga shkolla Migjeni. Çka ne kemi kuptuar deri tash është që kjo qendër është hapur me kohë, njësoj si të gjitha qendrat e tjera në Mitrovicë të Jugut, edhe materiali në këtë qendër ka ardhur me kohë. Në Mitrovicë Jugut janë gjithsej 33 qendra të votimit, njëra prej tyre është me kusht, pra Gjimnazi Frank Bardhi është vend votimi ku do të votohet me kusht, pra ku qytetarët do ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre, ndërkaq që 41.000 qytetarë kanë të drejtë vote në Mitrovicë të Jugut. Në raundin e dytë të zgjedhjeve në këtë komunë është duke garuar ngushtë Faton Peci nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Arjan Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës. Prej kur ka përfunduar raundi i parë i zgjedhjeve deri tani kur po zhvillohet balotazhi, gara e tyre ka qenë gjithmonë e ngushtë, pra kanë pasur diferencë të ngushtë të votave. Deri më tani, pra bazuar në rezultatet e përmbledhura të KQZ-s, vlen ta theksojmë se Faton Peci kryeson pra listën.